Kam fillu partitë politike me pranu njerëz të ri visar. Ato që quhen aderime, prurje të reja. Dhe ka të partitë opozitës. Veçanërisht ka të LDK-ja dhe PDK-ja. LDK-ja është partia e tretë, PDK-ja është partia e dytë. Kanë qenë opozit, por nuk ka këse aderime në partinë pushtet, në vetëvendosje. Që zakonisht ka edhe i afrohen partisë në pushtet, njerë që lakmojnë. Dikur ka qenë një strajc ku i mbledhët të gjithë, dhe tash nuk shkon kërkush. Qysh jetoj pa këtë, qysh qohet njeri sot, e lën një punë të saktuar, dhe shkon një parti politike që është e treta, e dyta, nuk shkon të partia e parë. Gjë tash këtu, do me thonë, natyrisht spari unë i përgëzoj të gjithë dhe i uroj për ata që angazhohen në parti politike të cilat janë në opozit. Mos flasim se ka dallim me shku të partia në pushtet, mes të partisë në opozit. Kush do qovë në pushtet? Ka pas dallim dje me shku të PDK-ja kur ka në pushtet, ka shumë dallim sot kur shkon të PDK-ja ose LDK-ja kur nuk janë në pushtet. Pra kjo tregon për mua është pozitive në dy aspekte. E para është që po, do me thonë, njerëzit po e vendosin, sepse po vetisohen, që nuk bëm me vazhdu më me këtë lloj qeverisje. Dhe dyta po ashtu po besojnë që mënyra për me erëzu këtë qeverisje ose përmes partive politike, PDK, LDK, cilat do qoftë. Dhe po flasim për emra disa prej tyre që edhe i njohim dhe që janë profesionist, e që janë njerëz që kanë edhe profil publik, për shembull, e kisha përmend pase e kisha veçu zotin Ermal Sadiku, kemi me të gjithë, i cili është një profesionist i jashtëzakonshëm. Kabashim po ashtu, Festim Kabashi. Edhe Festim Kabashi po ashtu. Po jo, e përmenda për një arsye të veçantë Ermalin. Edhe pse, sepse Ermali gjithve nga kujtohet në paraqitet i publike ka qenë shumë pro-vëniko. Ai ka pas një farë entuziazmi dhe besimi që lëvizja vendosje ka me ndryshu këtë. E pona një pozitiv, dhe tash Ermal mos kemi ngatrua adresë o vëlla. Dhe tash paramendon një person i tillë, dhe më thonë që ka pas mbështetjen për lëvizjen, ka besu që lëvizja vendosje ka me zbatu programin e vetë, idealin e vetë kështu me radhë, dhe ka kuptu me kalimin e kohës që ata ishin mashtrues. Po, të 2 vitet e fundit, nduke 2 vjetë, kemi qenë në Rubikon bashkë me Ermalin. Një kohë, u dashke bajegi shumë, kemi pas diskutime të jashtëzakonshme, përplasje shumë të forta, sa e mbron të qeverinë. Une, natyrisht, nuk e mbroja qeverinë, edhe nuk e mbroj këtë qeveri, edhe zakonisht si këmbrojt asë një qeveri. Po, a ka qenë shumë i zeshëm. Dhe filloj një kohë kur ajo bëm ma radikal se sa unë në raport me Kurtin. Dhe të isha që atu boki njëra, dhe ajo filloj me shprej, se veçanërisht e politikat ekonomike, ka kuqet mëdhaja. Dhe sot i është bashku LDK-s, dhe unë do të mbështes Ermalin, absolutisht. Dhe se cilin që merë guxim, se Ermali është i suksesshëm në fushën e vetë, është inxhinier,